Drejtoria për bujqësi, pylltari dhe zhvillim rural në komunën e Gjakovës ka hapur thirrje publike për përkrahjen e bletarëve, me qëllim të zhvillimit dhe modernizimit të sektorit të bletarisë. Përmes kësaj thirrje, pritet të përkrahen gjithsej 37 bletar, të cilët do të përfitojnë pajisje të dedikuara për lehtësimin dhe avancimin e punës së tyre. Komuna e Gjakovës tashmë Drejtoria për bujqësi ka hapur thirrjen për subvencionimin në sektorin e bletarisë, ku në këtë thirrje pritet të subvencionohen 37 bletar. Në këtë thirrje janë kriteret e caktuara nga drejtoria. Drejtori i bujqësisë Gani Hajdari u ka bërë thirrje të gjithë bletarëve që të aplikojnë në këtë thirrje publike, duke theksuar se përkrahja synon të krijojë kushte më të mira për punën dhe zhvillimin e tyre në këtë sektor. Thirrje bletarëve që të aplikojnë në këtë thirrje publike për subvencionimin e tyre, që të jetë një lehtësim në punën e tyre në sektorin e bletarisë. Në kuadër të kësaj skeme të përkrahjes, bletarët përfitues do të pajisen me mjete dhe pajisje të nevojshme për procesin e punës në bletari. Pajisjet që do të përfitojnë bletarët në këtë thirrje janë centrifugë për nxjerrjen e mjaltit, vask për të njëjtën natyrë të punës, kem edhe poda antivarro. Thirrja publike për aplikim do të jetë e hapur deri më 21 gusht 2026, ndërsa bletarët e interesuar duhet i plotësojnë kriteret e përcaktuara nga Drejtoria për bujqësi, pylltari dhe zhvillim rural.